Dëshiron të blesh një shtëpi? Çdo kush, një individ apo familje që dëshiron të blej banesën e tij të parë, i lind pyetja, në periferi apo në qendër? Por përgjigjja varet, sa para kemi, sa kemi kursyer, a kemi buxhetin e mjaftueshëm apo do të trokasim në bank për të marrë kredi? Por sa shkon banesa me të gjitha këstet e kredisë? Kërkesa është e lartë, por ndërkohë shohim që edhe qyrat janë shtrenjtuar. Atëherë, është më mirë ta posedosh, ta blesh një banesë, qoftë edhe me një kredi, apo të vazhdosh dhe të paguash qira? Është shumë pyetje me vonë që prek këdo. Absolutisht, nëse flasim në 2025-ën, të blem dhe të marrim kredi. Nëse do flisnim para 5 vjetësh, ku qiraja ishte shumë herë më e ulët se sa vetë kësti i kredisë, tentoni, unë nga natyra jam gjithmonë në drejtimin e blerjes, vetë unë nga natyra, nga ana profesionale dhe njerëzore. Por gjithsesi, kur bëjmë llogarit, më dilte më mirë që njerëzve të thoshë arrini me qira, sepse kishim një qira 250 euro në muaj. Sot qirat janë pak më shumë se sa kësti i kredisë. Dhe çfarë vlen? Vlen që bëu bashkë investitor me bankën. Banka nuk është gogoli, banka është ajo që ty të mbështet, që bëhet bashkë investitor me ju. Dhe unë jo them shpesh edhe klientëve që ju futeni me 20% në investim. Banka futet 80% në investim. Por nga ana tjetër kur bëhet çështja e fitimit të kapitalit vjetor, nëse një pronë arritet 25% në vit, ju fitoni 20%, banka fiton vetëm 5%. Pra, këtu kemi një korelacion që përfitimi është më i madh i atit që blen dhe jo atit që rri me qira. Kuptohet që dhe ai që blen duhet të ketë mundësinë e një depozite paraprake të 20%. Kushdo që është duke drejtuar tregut pasuri paluajshëm, patjetër që duhet bëjmë llogarit sa ka mundësi ta blej. Pra, sugjerimi im do të ishte shikoni sa të ardhura keni, sa buxhet, sa kursime keni të hequra më njanë, patjetër që unë do sugjeroja që të kishit një bisedë paraprake me bankën tuaj, që të dini a mund të financoni dhe sa do të financoni. Dhe më pas, në varësi të përgjigjes së këtyre dy pyetjeve, të zgjidhni një ndërmjetës të pasurisë paluajshme, i cili do t'ju gjej me këto terma pagesash dhe me këtë buxhet që keni, do t'ju gjej shtëpinë e dur, pavarësisht a është periferi apo është qendër, diskutimi është të jetë shtëpia të cilën ju e përballoni për ta bler dhe përballoni të jetoni në atë zonë, sepse të gjithë mund të duam të jetojmë në qendër të Tiranës apo në komplekse të mbyllur gated community apo në komplekse shumë të mira vilash, por nga ana tjetër ndoshta e kemi të vështirë të jetojmë, të vështirë ta blejmë dhe të vështirë për të jetuar në ato komunitete. Kështu që duhen bërë shumë mirë për llogaritjet dhe duhen pritur lehtësirat fiskale. Tregu i strehimit, po themi gjithë çështja e strehimit është bërë problem në të gjithë Europën, pra nuk është çështje në Shqipëri. Kështu që në një moment kur ka një dritë jeshile apo kur ka një vullnet për të parë që do të ndryhet në politika fiskale, unë do thosha të presim për të marrë të gjitha përfitimet nga politika fiskale, siç është rasti i rivlerësimit për të investuar. Miti se shqiptarët marrin kredi vetëm për blerje banese duket se është i vërtet, pasi shifrat e Bankës Qendrore tregojnë se po merret gjithnjë me pak kredi për konsum. Të dhënat më të fundit nga ky institucion tregojnë se 47.5% e kredisë është përdorur për blerje banese nga individët. Dhe kur bëjmë llogaritin, sidomos në ndërtimet e reja dhe në zonat në zhvillim, është gjithmonë më mirë të blejmë se sa të konsiderojmë qiran, pse se dhe rritja është si puna di bebit që rritet më shpejt dhe rritet më i fortë. Kurse në zonat ekzistuese rritja është pak më e ngadalt, sepse ka kapur pikun e vet. Do ndodhi që edhe pas kuqani kur të kapi vlerat 1800-2000, nuk do bën kaq shitje të vrushme, por do jenë shitje normale, siç janë në gjithë Tiranën. Unë them gjithmonë blini dhe blini. Unë jam në këtë industri që nga 2001 dhe gjithmonë kam bërë llogaritë që kredit kanë dalë shumë herë më të mira se sa qirat. Kur flasim që relacioni qiras është më i lartë se sa kredis. Ka shumë të bëjë se sa është ky buxhet familjar. Nëse flasim për paga minimale, mendoj që duhet të jetë ndërhyrja e shtetit për të ndihmuar këto shtesa për të siguruar një strehim të përballueshëm. Nëse flasim për familje të cilat burrë e grua janë në karrierë dhe janë në institucione korporata të cilat paguajnë shumë mirë, mendoj që ja dalin për të marrë një pronë në një lokacion të mirë që ka dhe shërbimet, sepse e rëndësishme është që prona që ju merrni të ketë shërbimet në zonë, pra të ketë shkolla, kopshe, mundësi për edukimin e fëmijëve dhe për argëtimin e fëmijëve. Në varësi të stadit të jetës ku je, do duhet të marrësh edhe vendimin.
Jetesa në qendër është shumë e shtrenjtë, ku metri katror madje ka edhe vlera jashtë parashikimeve, ndërsa zonat periferike mund të jenë më të lira, edhe pse gjatë 2 viteve të fundit, çmimet për metër katror edhe në to i arritur me 20 deri në 30%. Tregu i pronave në Shqipëri po një rritje të shpejtë, veçanërisht në kryeqytet. Aktualisht jemi në Paskuqan, një zonë me perspektivë zhvillimi. 1 metër katror ndërtimi i ri në këtë zonë varion nga 1.100 deri në 1.200 euro. Paskuqani është vërtet që është një nga zonat që ka marrë fokusin më të madh të klientëve blerës të shtëpive të para ose të atyre të investitorëve, dhe nëse do krahasosh me 1-2-3 vjeçar të kaluar, ky interes sa vjen e shtohet. Çmimi aktual ku flasim jemi ndërmjet 1.100, 1.200, 1.250 euro për metër katror, dhe është një çmim i cili gradualisht ka ardhur dhe është rritur në themi në afate kohore 3 mujorëshe. Unë kujtoj 2023-in, kur fillum për të parë me fjalë të kishim tullat e para në Paskuqan, sepse Paskuqani shuhej për shtëpia private individuale, dhe në 2023, 2022 janë marrë lejet e para, 2023 ka filluar implementimi i objekteve të para. Aty çmimi varionte nga 800 deri në 900 euro metër katror, dhe me thënë vërtetën e shifshim të vështirë të bindnim njerëz për të ardhur në Paskuqan, dhe duhej një arsye shumë e fortë për t'i thënë të vinin këtu. Tashmë nuk kemi më ne që thrasim, por janë kërkesat e shumta, telefonatat e shumta, që për ditë, çdo ditë më shumë, kemi familje të reja ose dhe investitorë me një vizion larg pamës që duan të kenë një investim të tyre të sigurt dhe jo t'i majnë lekët në përbanka. Si ka perspektivë Paskuqani? Është lidhja me Unazën tani, apo është edhe një zonë që është në zhvillim dhe pritet rritje më tejshme të çmimi? Patjetër, kur ka një perspektivë zhvillimi të logjistikës apo dhe social, çmimet tentojnë edhe rriten. Dhe tashmë është fakt, nëse deri dikur do thoshim teorikisht që Unaza Madhe, kur të hapet Unaza Madhe, bulevardi i ri apo zhvillimet të reja të zonës, ishin akoma shumë, le të themi, skeptik për të parë do ndodhte vërtet apo jo. Dhe vërtet në 31 dhjetor që ishte hapja zyrtare e Unazës Madhe, ka bërë që njerëzit të besojnë dhe të ketë dhe shumë kurioz dhe të kalojnë dhe të shohin është kaq e prekshme Paskuqani, është vërtet ka qafër me qendrën, është vërtet ka qafër me bulevardin e ri, dhe ja gjërat që kanë ndodhur. Unaza e Madhe 1, shtrirja e bulevardit të ri përtej pjesës le të themi të Tiranës, të qendrës tradicionale, le të themi, ardhja përtej lumit të bulevardit të ri, hapja e rrugës së 5 Majit me vendin ku jemi këtu, se këtu jemi jo më larg se 100 metra nga rruga 5 Maj, që është një vend tjetër që ka marrë një zhvillim të paparë me qendra tregtare, me shkolla të reja, me institucione të reja. Normalisht dhe interesi është rritur shumë, dhe kjo e shef këdo që Paskuqani të jetë perspektiva e ardhshme dhe zona e ardhshme e akomodimit të shumë familjeve, të cilat ka nevojë për një shtëpi të tyre të parë, për një banesë me çmim të përballueshëm. Sot jemi akoma në termat e çmimeve që mund të përballohen nga shumë familje, ndoshta nga shumë të tjerë jo, por në pjesën më të madhe të çifteve të reja ose familjet e reja është një çmim përballueshëm. Pritet të ketë çmime akoma më shumë në rritje për shkak të kërkesës, sepse fundit çdo gjë është në relacion dhe në balancë. Nëse kemi kërkesë të madhe, çmimet rriten, sepse nëse vin 5 persona për një apartament, për të njëjtën tipologji, normalisht që dikush ofron më shumë dhe ky çmim rritet në mënyrë shumë të natyrshme dhe shumë të pranueshme pastaj. Sipas studimeve, një person me të ardhura mesatare do të mund të kursej deri në 20% të pagesës mujore, por sa do t'i duhej një personi apo një familje për të blerë një banesë? Në banesë me qira apo e keni të blerë? Me qira. Sa paguanin muaj? 300.000. Se nuk e bleni, apo nuk jeni të ardhura me kredi? Keni tentuar? Banesat bëjmë. Ju kam fare banesën? Jo, kam apartament. Sa ka kushtuar? E keni marrë, kam prindrit tuaj apo? Vitesh, tani nuk bliet më. Jo vetëm në rrjetet sociale, por edhe në përshtylla ndeshesh me njoftime që tregojnë për shitje apo dhënie me qira të apartamenteve. Por aktualisht ne jemi në zonën e freskut tek Ish Kino Studia. Shohim një njoftim për shitja apartamentit 2+1, i cili është në ndërtim. E telefonojmë dhe shohim se sa është metri katror. Përshëndetje. Alo,
Pam një njoftim për një banesë në shitja në ndërtim apartament 2+1. Të lutem, jam e interesuar. Sa është metri katror dhe sa kushton banesa? Po, e kemi me 1.500 ditë të diskutueshëm. Kur është afati e përfundimet? Afati e përfundimet është një vit e gjysmë. Atëherë, në qoftë se kapim zonat periferike, ne shumë kemi luksin që sot të kemi mundësi krahasimi, sepse dikur nuk krahasoheshim dot. Kemi zonën e Astirit, që dikur unë mbaj mend që nuk ishte as rrugë, nuk ishte as kanalizime, as susjellse, as i diçka, dhe çmimet në atë kohë kur unë mbaj mend filloshin nga 300-350 euro metri katror. Me bërjen e unazës së madhe aty çmimet kanë filluar të rriten nga 900, 1100 dhe sot flasim për një treg në Astir, 1500 quhet diçka normale. Dhe njerëzit, ata që janë mësuar se shiko, çështja e zhvendosjes demografike ka të bëjë me shumë faktor. Është çmimi një, është dhe çështja sociale. Nëse dikush ka një të afërm me vetë në një zonë caktuar, qoftë kjo Astir, qoftë Paskuqan apo Fresku, që do ta prek dhe Fresku pak vonë, normalisht që tentojmë të ikim pranë këtyre njerëzve, e kupton se kjo ndodhet edhe në botë jashtë. Kur shkojmë në një vend tuaj, ne duam të shkojmë në një vend që njohim dikë, që të fillojmë jetën jo direkt nga minusi, por të kemi informacion pak më shumë. Kështu që Astiri është një shembull për të marrë që nga fillimi vetë me 350 euro metri katror në kohën kur dhe çmimet e tjera nuk ishin shumë të larta, sot jemi në çmime 1500 euro metri katror, po them në mesataren për objekte të mira. Patjetër që mund të gjejmë dhe çmime më të lira, por do të shohim që është cilësi, shërbim dhe çmim janë në relacion me njëra tjetrën. Do kapim Freskun që është një tjetër shembull për të marrë. Dikur Fresku kishte stagnacion, kishte ngec. Pse? Sepse një trafik i tmerrshëm, rruga akoma pa zhvilluara, ndërtesa pafund dhe nuk po shifshim ndonjë rritje të çmimesh. Sot dhe Freskun e kemi me çmime jo më pak se 1300, 1400 dhe 1500 për disa godina. Pse? Sepse dhe Fresku është afruar shumë me unazën e madhe. Sepse dhe perspektiva e le të themi e frymëmarrjes së dajtit ofron një gjë plus dhe kemi. Pastaj jemi këtu në Paskuqan. Paskuqani është mezi i arti, themi. Në një anë kemi Astirin që shkojmë për 3-4 minuta, në anën tjetër kemi Freskun që shkojmë për 2 minuta e gjysmë. Nga ana tjetër kemi Sheshi Shqiponja që shkojmë aq afër dhe pjesa tjetër pasaj për të shkuar në tek, nëse unë do të kapra në asimetrin të drejt për drejt, sepse jemi drejt për drejt me tekun, shkojmë në dy anë, kështu që Paskuqani do jetë mezi i artem, që për momentin është më e përballueshmja dhe patjetër që në një ark orë, një vit deri në 2 vjet, do shkojmë në nivele çmimesh. Struktura, urbanizimi, janë të gjitha benefitet që mund t'i ofrojë një familje. Absolutisht, shiko, çdo familje çfarë kërkon? Kërkon rrugë, akses, pjesën sociale, arsimore dhe shëndetësore. Ka një plan të përgjithshëm për zonat në zhvillim. Nuk mund të lihet, shiko, kemi trupin, një kran nuk mund të lihet dot pa u shëruar në qoftë se kemi një plak. Bulevardi i ri janë miliarda euro të investuara nga fondet e Katarit dhe nuk ka logjik që të kemi një lulëzim diku ke 50-100 metra më tutje dhe të lejmë Paskuqanin një zonë të pazhvilluar. Kështu që gjërat janë të lidhura me njëra tjetrën. Sot për sot në lum po investohet, po bëhet një ridrenazhim i ri, po bëhen trashera të reja. Do kohën e vet, do t'i lejmë një afat kohë 2 deri në 3 vjet për të parë një perspektivë të Paskuqanit ndryshe nga që shohim sot dhe besoj se me qindra njerëz kanë një vizion për të kuptuar se çfarë do ndodhi ose kanë dhe informacione të mjaftueshme për të kuptuar çfarë do ndodhi me zonën, të kenë durimin e mjaftueshëm dhe të investojnë për një të ardhme më të mirë dhe më të sigurt për veten e tyre, por me kosto më të ulët. Tregu i shitblerjeve në Shqipëri duket se është një nga sektorët që ka marrë zhvillim, ndërsa po priten edhe ndryshimet gjatë vitit të ardhshëm. Prej koriku 2023 u rrit me rreth 54% referenca për 32 zonat kadastrale në Tiranë. Por çfarë do të ndodhë me tregun e pasurive të paluajtshme prej janarit 2026? Si do të procedohet me ata që kanë më tepër se një banesë? Zonat me çmimet më të larta mbeten ajo i zhbllokut që përkon me zonën kadastrale 51, me çmimet e referencës të 2023-shit, çmimi arriti në 228.400 lekë për metër katror. Në fakt, tregu i pasurive paluajtshme është pothuajse në të njëjtën situatë si para një viti, për shkak të zhvillimeve ansor dhe jashtë tregut, siç është pjesa e lajmërimit për fushatën e rivlerësimit. Pothuajse një pjesë e tregut është ngadalësuar masivisht, patjetër që ka angazhime që do ndodhin transaksione, por në të vërtetë nuk janë duke ndodhur transaksione sepse janë në pritje të procesit të rivlerësimit. E thënë ndryshe, shitsi nuk është gati të tregtojë,
kur e di që në 1 janar të 2026, nëse do të ndodhi, por pak në shlajmëruar, do të ketë mundësi të shpëtoj një pjesë të mirë të tatimit nga 15%, ta ketë në 5% apo në 3% që ne kemi propozuar për tregun e banesave. Ndërkohë që nga janari 2026, ne besojmë gjithashtu që për shkak të procesit të rivlerësimit ose të korrigjimit të bazës, të korrigjimit të normës së tatimit, që jep efektet dhe në bazën e tatimit pas, do të ketë shumë më tepër alternativë, sepse janë një sër pronash, të cilat kanë pritur tashmë prej 2 vitesh që të mund të ndodhte rivlerësimi dhe të mund të kishin kursime në pjesën e tatimit edhe të dalin në treg. Edhe çfarë pritshmërish kemi pas vendosjes, pas janarit, nëse do të publikohen, po ashtu edhe ata penalizojnë më tepër ata që kanë sigurisht banesat e dyta e të treta, çfarë duhet të bëjnë përballë kësaj situate? A duhet t'i shesin apo të mendojnë për t'i dhënë me qira apo diçka tjetër, alternativa të ndryshme? Do duhet të shikojmë se si do të implementohet pjesa e projekt ligji, që vazhdon është projekt ligj për tatimin mbi pasuritë e paluajshme. Ka shumë diskutime për shkak se nuk e dim nëse do të arrihet të miratohet harta e çmimeve të reja të referencës. Nuk e dim nëse do të arrihet të ngrihet kadastra fiskale. Kemi sot propozim për hartën e çmimeve të referencës vetëm për ndërtesat, ndërkohë që pasuritë e paluajshme nuk janë vetëm ndërtesat. Ka një mungesë informacioni dhe heshtje totale për sa i përket hartës së vlerave, hartës së vlerës së tokës, e cila është një pasuri e cila do të tatohet me projekt ligjin e ri. Kështu që pa u plotësuar i gjithë pazëri dhe me hartën e vlerës së tokës, ne si area jemi duke punuar për të ndërtuar hartën tonë të vlerave dhe për t'ia propozuar Ministrisë Financave, po pa u plotësuar ky pazëll, do të jetë shumë e vështirë për të thënë që do të vendoset në funksion projekt ligji për tatimin mbi pasuritë e paluajshme. Kjo është një gjë që do ndodhi në 2026, ose paktën pritet është thënë që duhet të ndodhi, dhe kjo do të ketë efektet e veta. Në varësi të normës së tatimit mbi pasuritë e paluajshme, qoftë shtëpi e parë apo shtëpi e dytë, tokë arë, tokë bujësore pa shfrytzuar, për në varësi të skenarëve, do të ketë pritet që të ketë prurje të reja në tregun e pasurive paluajshme, për të thotë do të ketë ofertë. Për shkak se nëse do të ketë një tatim, një taks më të lartë për pasurinë e paluajshme të dytë, të tretë, apo të luksit apo shtëpinë e pushimit, patjetër që do mendohesh a do ta mbash apo do ja vlej ta shesi, pra ta futësh si ofertë në treg. Në të njëjtën kohë, nëse kemi parasysh që procesi i rivlerësimit duhet të fillojë minimalisht në 1 janar të 2026, kjo do të sjellë një ofertë të re në treg. E thënë këtë do të thotë që 2026 do të ketë më shumë alternativa për çdo i cili do dojë të investojë, të blejë një banesë të parë të paktën apo një pronë të dytë, sepse gjithë ato prona të cilat kanë qenë të fjetura për këto 2 vite, për shkak të 2 lajmërimeve për procesin e rivlerësimit, atë të vitit kaluar që nuk ndodhi kurrë dhe ngeli në heshtje, po edhe këtij të sivjeshmit, pra ka një kontraktim të ofertës dhe gjithë kjo ofertë do duhet të dalë në treg në janar 2026. Unë nga ana profesionale do sugjeroja që mos presim për asnjë gjë. Ajo që duhet ndodhi sot, se çfarë ndodh në janar është do të. Mirë është i bëjmë gjërat, në kush ka për të shitur do të shesi sot, sepse ideja është edhe nëse do kemi një taks më të ullët, diku ke 3 apo 5%, nëse çmimi i referencës është më i lartë, kur ta shumëzojmë, do shohim që nuk është se do përfitojmë ndonjë gjë të madhe nga ajo. Prandaj them, kush ka për të shitur do të shesi sot dhe jo të presi, sepse vërtet do i çmimi më i lartë i shitjes, por kjo është nga ana spekulative, ne nuk e dim ç'do të ndodhi, e kupton vërtet. Dhe çmimi i lartë më shitjes, prap do kemi një taks për paguar, që mund të jetë 5%, dhe do të parë të bëjmë llogarit pak mirë, varet dhe sa kohë ka po bër rivlerësimi i pronës që flitet, sepse nëse ka 20 vite me çmimet e vjetra, po aty do ketë një ndikim të madh. Ndoshta këta janë klientët ose le të themi kategoria e njerëzve që do duhet presin akoma dhe pak më shumë. Po kush nuk ka diferencë madhe, unë sugjeroj që të bëhen shitjet, të marrim atë që marrim sot, mos presim çfarë do ndodhi nesër. Ndërkohë, pas një periudhe e përgati një dekade, për herë të parë që nga viti 2016, kostoja mesatare e ndërtimit të banesave azhërnohet sipas çmimeve aktuale të tregut. Këshilli i Ministrave me një udhëzim të posaçëm ka miratuar koston e ndërtimit të banesave sipas entit kombëtar të banesave për 2025-ën. Aktualisht, çmimi mesatar për metër katror në rang republike është rreth 57.000 lekë të reja, por kush po blen prona, cilat janë zonat më të lira dhe ato më të shtrenjta. Ky vendim parashikohet të sjellë transparencë në proceset e ndërtimit, standarde të qarta për projektet publike e sociale,
siguri më të madhe për qytetarët dhe familjet shqiptare që përfitojnë nga programet e strehimit, një hap tjetër në shërbim të nevojave të qytetarëve dhe garantimit të zhvillimit të qëndrueshëm urban. Ka dy efekte që pritet nga miratimi i kostës mesatare të re të ndërtimit. E para, për qeverinë, normalisht do të mbledhim shumë taksa, sidomos nga pronat, të cilat kanë të bëjnë me procesin e legalizimit. Pra, kur ti legalizon një pronë, vlera e legalizimit, vlera e pronës tënde, nuk merret sipas vlerës së tregut, por merret sipas kostës mesatare të ndërtimit në momentin kur ti e ke legalizuar, në momentin kur ti merr certifikatën e pronësisë. Nëse kjo pronë, pra në këtë moment, qeveria mbledh më shumë taksa. Nëse kjo pronë del me njëherë në shitje, patjetër që kjo pagesë taksash të ul bazën tatimore dhe të kursen tatimet të tjera në procesin e shitblerës, sepse kosta mesatare është më e rritur, çmimi mesatare është më i rritur dhe diferenca me çmimit të ndërtimit, kosto ndërtimit dhe çmimit të shitjes, baza tatimore është më e ulët. Nëse kjo pronë do të dali më vonë në treg, atëherë nuk do të ketë asnjë efekt. Pra në fund ditës, shteti do të mbledhim shumë taksa për shkak të kostës mesatare të rritur nga procesi i legalizimit, pse mos për pronat e legalizimit. Berati, Gjirokastra, Saranda, Vlora dominojnë listën e çmimeve më të larta, duke reflektuar kërkesën e shtuar dhe kostot më të shtrenjta të ndërtimit. Kuksi dhe Tropoja në vend gjithashtu shfaqen me kosto të lartë, mbi 57.700 lekë për metër katror, çka tregon sfida logjistike dhe infrastrukturore për ndërtimin në këto zona. Ndërkohë qytetet me koston më të ulët janë Lushnja dhe Fieri, me rreth 54.112 lekë për metër katror për shfrytëzim dhe 46.075 lekë për metër katror për ndërtim. Po, është vërtet, ishte një lajm shumë i mirëpritur faktikisht pas një dekade, pothuajse që nga 2016 nuk ishte bërë një rishikim i çmimeve të referencës të ndërtimit, pra kostove të ndërtimit. Dhe kur themi kostë ndërtimi, nuk janë thjesht ato që publikohen, sepse ato janë kostot e materialeve të ndërtimit dhe të punëtorisë. Por ndërtimi ka kosto shumë të tjera, që është projekti, që është zoologjia, që janë përqindjet e taksave dhe shumë të tjera. Por ndikimi më i drejt për drejt që do jetë, në radhë të parë do kemi një shërbim më të mirë, do kemi një cilësi punimesh akoma më të mirë nga ç'është sot, sepse përgjithësisht të vërtetës, po shohim që cilësia e punimeve është përmirësuar goxha. Dhe pse është përmirësuar? Sepse është dhe kosto ndërtimit është i rritur. Sot thjesht e dëgjojmë zyrtarisht që Ministria e Financave, Ekonomisë ka rritur kostot të ndërtimit, pra ka vënë një linjë tavan. Por realisht, për firmat e ndërtimit, kostot e ndërtimit janë rritur prej vitesh. Dhe sot pasqyrohen, kjo ndikon edhe në çështjen e llogaritjes të taksave pastaj fundit, sepse duke pasur kosto ndërtimi X, me numrin e shitjeve do bëhet një relacion brenda. Padyshim që është dhe në shërbim të banorëve, pra të qytetarëve që janë të detyruar të marrin shtëpia banesa nga enti banesave, duke u rritur kosto ndërtimit, rritet edhe cilësia, sikurse edhe për ndërtuesit. Çmimi do rritet patjetër, sepse kur më vjen një çmim zyrtar i rritur, normalisht kostot janë më të rritura dhe absolutisht realisht ndodh që kostot jetë më lart nga ç'është çmimi zyrtar i kostos. Dhe patjetër që do kemi çmim rritesh edhe në jug dhe në bregdet në Gjerësi. Sado ti parafrohen çmimet e referencës, çmimet të tregut, çmimi i tregut është gjithmonë më i lartë dhe tendon në mënyrë psikologjike që të ndikojë në rritje, sepse ndikon gjithmonë në rritje. Por cilat janë detyrimet e shitësit të një prone? Çfarë duhet të dinë pronarët dhe blerësit? A do të lejohet më shitja që në grup me hapjen e themeleve? Tregu tregon që nëse shkojmë tek qeraja ose kthimi i investimit në pronë nga qeraja, në Shqipëri është diku tek 16, midis 15 dhe 17 vitesh. Kështu që në vend që të rish 17 vite me qera dhe mos kesh pronën tënde, unë do thosha më mirë shko tek prona, pra merr kredi nga banka, merr ndihmë nga banka dhe investo tek pasuria jote. Nëse ky raport do të ishte më shumë se 21-22 vite, atëherë do të ishte më e zgjuar të vazhdojë të qëndrojë me qera derisa ky raport të ulej. Pra sot Shqipëria vazhdon, është mirë për të investuar në pasuri dhe për të pasur pronën në krahasim me qera, për të pasur pronën tënde në krahasim me qera. Në të njëjtën kohë patjetër e dim që ka pasur fenomene në Shqipëri ku ka pasur spekulime duke bler prona në grop apo prona në projekte sipër për t'i rishitur. Ne prandaj në propozimin ton për herë të tretë që kemi vendosur Ministri Financave edhe gjithë mediave dhe gjithë interesi publik, e kemi përmendur disa herë që ka ardhur koha që ekzekutivi shqiptar të cilët njësohet si ekzekutivin e Europë. Ne ka pasur disa deklarata nga ekzekutivi në Europë për sa i përket çështjes së strehimit. Dhe disa nga këto janë, duhet të dekurajojmë spekulimin. Sot do duhet të gjejmë mënyra për të dekurajuar spekulimin, por spekulimi nuk dekurajohet duke mbyllur mundësinë e investimit në projekte.
Dhe kur ajo duke vendosur një barë fiskale të përkor për spekulantët dhe duke inkurajuar ata të cilët janë blerës për herë të parë dhe të cilët nuk spekulojnë me pronësinë. Dhe e dyta do duhet të inkurajohet pronësia e fatgjatë, çka do thotë sa më gjatë ta mbash pasurinë e paluajshme, sa më pak të spekulosh, më shumë i përjashtuar nga taksat. Çfarë do thotë? Sot do të pavarësisht se kur e ke bler banesën tënde, pavarësisht se sa ke jetuar në këtë banesë, për qeverinë ti je njësoj si një spekulant. Ne të tatojmë 15%. Pra, kjo gjë do duhet të ndryshojë. Nëse duam të flasim a duhet lejojmë porositë në grop apo jo, mendoj që duhet flasim si mund të dekurojmë spekulimin. Spekulimi dekurajohet duke inkurajuar ata që nuk janë spekulantë. Ata që nuk janë spekulantë janë shtresa e mesme e Shqipërisë, të gjithë ata që kanë apo duan një çati, të cilët nuk duan spekulojnë, por thjesht duan ta marrin sa më lirë, me sa pak taksa dhe ta mbajnë sa më gjatë. Kështu që mendoj vetëm me këtë përqasje të cilët po e bën sot Komisioni Evropian për qenëstrimit, mendoj që ne duhet ta ndjekim dhe vetëm me këtë përqasje e kemi të garantuar që edhe të vazhdojmë të ketë ofertë, por edhe mos ketë spekulim. Pra dekurajim spekulimi, inkurajimi blerësve për herë të parë, inkurajimi pronësinë afatgjate. Këto të treja mendoj që janë kyç për tregun shqiptar. Sot Bashkimi Evropian vuan për shkak se nuk ka një ofertë të mirë të pronave, të cilat janë të pronave të përballueshme për të streuar. Ne në Shqipëri nuk vuajmë se nuk kemi ofertë. Ne vuajmë për shkak se kemi bara fiskale të cilat na ngurcojnë këtë ofertë dhe kjo ofertë nuk del në treg. Dhe sot mendoj që ka mjaftuar shumë ofertë si nga shtëpitë e vjetra para vitit 90 dhe nga shtëpitë ekzistuese, por edhe nga shtëpitë e reja të ndërtuara 2015 deri në 2025, plus ka ofertë të re që do të vijë për shkak të procesit zhvillimit të Tiranës edhe qytetet të tjera. Thjesht kjo ofertë do të gjetë mënyra për të dalë në treg. Dhe nuk mund të dali duke trajtuar blerësin, individin, më keq se sa një entitet tregtar. Pronarët e një pasurie të paluajtshme, përpara se të listojnë pronën e tyre për shitje, duhet patjetër të dinë se cilat janë kostot e shpenzimeve që do të kenë në një transakcion, në mënyrë që të jetë e qartë shuma neto që do t'i mbetet në fund të këtij transaksioni, e po ashtu blerësi të di se sa i kushton në total kjo pronë pas përfundimit të gjithë banesës, por edhe kosteve të kredisë. Po shpeshherë shikojmë edhe çmime ndoshta shumë të fryra për 1 metër katror. A justifikon kosto e ndërtimit këto çmime të larta gati edhe 5.000 euro metri katror? Shiko, çmimet për shitjes, le të themi, për metër katror janë në varësi të objekteve unike. Pra, nuk janë 5.000 euro metri katror objekte standarde, le të themi që shohim rëndom në tregun shqiptar. Janë pak objekte më specifike që dhe projektet e tyre janë akoma më të vështira për të realizuar dhe kostot normalisht janë akoma më të mëdha. Janë projekte që realizohen nga studio arkitektonike të jashtme, të huaja dhe vetëm që aty fillon kosto e parë dhe shpenzimet e para të një ndërtues, të një investitori, të themi, akoma pa vënë diçka në arkat e tyre. Ideja është kjo që në gjithë botën ka godina, objekte, apartamente me çmime të përballueshme ekonomike në zona të ndryshme, ashtu se sikurse ka dhe çmime Rock Sky që janë çmime shumë të larta. Tirana është një kryeqytet që po i afrohet Evropës, në mos të themi që nga ana le të themi e përditshme i është afruar, por dhe nga ana politike le të themi që po i afrohet Evropës, do normalisht do kemi edhe çmime të tilla. Është për ata që e kanë këtë mundësi për t'i marrë dhe pyetje shpesh thonë, "Ore kush janë këta që i blejnë?" Nuk do të më i vënë gishtin që 3.000 euro apo 5.000 euro blejnë vetëm paret jo legale. Ka shumë biznesmen ose shumë i pronar të hershëm që kanë pas pronët të tyre, janë rritur vlerat e pronave, kanë shitur dhe thotë du të kem një pronë unike që kanë vetëm mund tek një objekt X, se po të shohim Tiranën janë objekte unike, nuk janë standarde. Njëri është me kokë, tjetri është me flamur, tjetri është me 2 gishta, secili nga këta, tjetri është me harta qytetesh, secili nga ta do të bëj pjesë e një nga këto objektet dhe nuk shef çmim, por shef pjesën e vet sociale të lidhur me atë gjë. Është vlerësi ai që vendos nëse do ta marrë apo jo. Unë them që ka treg dhe prandaj janë këto çmime. Në moment që nuk ka treg, nuk ka çmime sepse askujt nuk intereson, ti mbajnë të mbyllura, ti mbajnë të pashitura apo ti mbajnë me le të themi llogari negative në le të themi në arkat e tyre, në bankat e tyre. Kështu që po ka treg edhe për atë. Do kemi edhe çmime 10.000 euro në të ardhmen. Nuk duhet të çuditemi. Por një godin do jetë e tillë, nuk do jetë gjithë Tirana e tillë. Kështu që duhet shohim çfarë janë çmimet mesatare në tërësi për mbar qytetarë, për mbar popullotën. Jo
çfarë është një godin, po ka edhe 10.000 euro do kemi. Kemi dëgjuar ne si zyrë, kemi dëgjuar që ka edhe 10.000 euro. S'kemi bërë shitje të tilla akoma, por që ekzistojnë. Për në fakt gjitha kostot i faturohen blerësit fundar, është personi i blerës ai që e merr dhe koston më të lartë dhe paguan më tepër. Ndërkohë që edhe banesat e vjetra, çmimet i ka tepër të larta nëse do mendosh amortizimin që kanë për gjithë të vite. Është e vërtetë që banesat e vjetra në disa raste ndjekin trendin e ndërtimeve të reja, por nëse ul barën fiskale për këto lloj banesash, pra nëse nuk i trajton me 15%, po i trajton me 0, siç i trajtojnë pjesa dërmuese e vendeve të Bashkimit Evropian, paktën nga studimi që ne kemi vendosur në dispozicion Ministri Financave e tregon shumë qartë, 26 nga 27 vende që ne kemi marrë në konsiderat në Bashkimin Evropian ka përjashtime, ka tatime dhe ka skema përjashtimi për mbajtjen e një pronësie mbi 2 vite, pra 2 deri në 5 vite mesatarisht, dhe ka facilitete pafund për sa i përket blerësve të parë. Dhe pra, kur ti nxjerr një shtëpi në shitje të kohës para viteve 90, ke 2 efekte që ndihmojnë. E para, nëse ti je mbledhës parë, për shkak se mbledhësi i parë ka buxhetin më të kufizuar, po del për herë të parë në treg, është një familje e re, ndoshta ka më pak kursime, do shkojë dhe do të orientohet drejt këtyre banesave. Ana tjetër, këto banesa janë shumë të mira sepse janë në qendra në zona të mira të qytetit, që kanë shkolla, kopshte dhe ka mundësi për të edukuar fëmijën e një familje të re. Ky blerës për herë parë do duhet të ulet kosto e transaksionit duke marrë përjashtime. E dyta, këto banesa, duke qenë se në shumicën e kohës janë të mbajtura gjatë nga familjet që i zotrojnë, pra një pjesë e mirë e zonës ku ne jemi, zona e ambasadës amerikane, ka pafund stres, po themi ka pafund brez të 40-50 vjeçarëve apo më tepër, dhe që kanë jetuar, pra stres e mes që ka jetuar gjatë në këtë banesa. Në një moment kur dikush i cili është në këtë grup mosh, po themi 60-70 vjeç, e nxjerr banesën e vet në shitje, por shtetin është sa e ke marrë në vitet 91-92, kosti i ndërtimit ka qenë 200 euro për metër katror, sot ti do ta shesësh 1500 euro për metër katror, unë si shtet ty duhet të marr 15% të 1300 eurove. Ndërkohë që po të jemi në një situatë siç po bën e gjithë Europa, ne do thoshim të lutem nxire këtë banesë në treg, për shkak se ti nuk je spekulant, ti nuk je matrapas që blen dhe shet në grop, por ti ke mbajtur gjatë këtë pronë, të lutem vetëm nxirë në treg dhe do të kesh 0 tatim. Dhe do të incentivonte dhe blerësin për herë të parë. Pra të dyja këto do të hunin shumë koston e blerësit. Pra atë që ne duke folë që i ha në kuriz konsumatori që është blerësi. Kur flasim për këto banesa, duhet të reagojmë. Nuk po flasim për projekte investimi, modele biznesi, Airbnb dhe të tjera. Dhe sot, nëse ne flasim për projektet e biznesit, në një moment kur ti je një individ që e person fizik apo je një SHPK, sot shteti kur ti nxjerr pronën tënde në shitje, nëse je entitet tregtar, do të tatoj 15%, por do të jetë 15% i fitimit neto. Kosto e blerjes, rinovimet, çdo gjë që ti ke investuar, minus kostin e shitjes dhe vetëm fitimi, duke hequr dhe tatimet dhe takset gjitha, vetëm fitimi do të tatoj 15%. Ndërkohë që sjellja që ne bëjmë me individin është ne nuk duam t'ia dimë se sa ke investuar ti në shtëpi, që kjo shtëpi të jetë e shitshme në treg. Pra nuk njohim koston financiare, nuk njohim rinovimet, nuk njohim asgjë. Kështu që duhet ndryshojë përqasja që mos të jetë ky blerësi fundor që të ngarkohet kaq shumë. Për familjet me të ardhurat të ulta, qeveria ka plan për politikat sociale dhe strehimin, duke parashikuar strehim të përballueshëm me programe të reja. Sipas dokumentit, synohet ndërtimi të paktën 1500 banesave me kosto të ulët deri në vitin 2029, si dhe zgjerimin e fondit të banesave sociale përmes përshtatjes së ish-konvikteve dhe pronave shtetërore. Sa kaq, shtetas shqiptar që jetojnë jashtë dhe blerës nga Europa qendrore dhe veriore të tjerë, po shfaqin gjithnjë më tepër interes për të investuar, sidomos në Bregdetin shqiptar dhe Tiranë. Parashikimet për 5 vitet e ardhshme tregojnë se çmimet pritet të dyfishohen në shumë prej zonave premium, si palasa, dërmi, orikume të tjerë, por edhe ai zonave në zhvillim në Tiranë. Sipas ekspertëve, projekti Durrësi turistik dhe zhvillimet e tjera në Vlorë ofrojnë kthim të lartë në investim për shkak të kërkesës. Unë jam shumë optimist për tregun e pasurisë paluajshme në Shqipëri, sidomos për pjesën e Bregdetit, sepse ne shikojmë që ka një interes të shtuar nga blerësit tuaj për shkak të gjithë dinamikave, qoftë lokacionit të Shqipërisë, qoftë shtrenësisë të komshive tam, Greqia, Malizi, Kroacia, qoftë gjithë lajmet që dalin për sa i përket procesit të integrimit, të gjithë lajmet që dalin për sa i përket investimeve tuaja,
fondeve që vinë qoftë nga lindja mesme, por qoftë investitorë të tjerë nga Europa, për gjithë të dinamika janë duke ngritur Shqipërinë si një vend i cili e vlen të investohet, një vend i cili është pjesë e NATO-s, po integrohet Bashkimi Evropian, funksionon ligji dhe është vend stabil. Të gjitha këto bëjnë që të kemi një kërkesë të shtuar nga blisht tuaj. Pra tregu i Bregdetit patjetër që do të eci. Jo më larg se sa, po them jo më pas se sa 1 muaj gjysmë, 2 muaj, ne si NARE do të jemi për rreth 2 javë në Shtetet e Bashkuara, duke marrë pjesë në disa konferenca, duke bërë disa promovime të Shqipërisë, duke filluar nga Bostoni, duke filluar nga New York City, New Jersey, Miami edhe Houston, Texas. Pra ne vetë e shikojmë që ka interes dhe po e çojmë Shqipërinë në atë drejtim. Nga ana tjetër besoj që me të gjithë interes të shtuar, ka të ardhme jo vetëm Bregdeti, por ka të ardhme patjetër edhe kryeqyteti. Për shkak se deri më sot ne kemi pasur blerës tuaj, por unë besoj që shumë shpejt do të kemi kompanitë tuaj dhe investitorë tuaj të cilët do të vinë, do të kenë selit e tyre apo zyrat e tyre në Jared Kushner për Sazanin është rritur vlera. Po, ashtu siç mund të flasim për projektin e Kushnerit në Sazan, ne besojmë që mund të flasim nesër pas nesër për të njëjtën gjë edhe në Tiranë. Për shkak se do të kuptojmë tregjet se si funksionojnë. Në përgjithësi vinë turistët. Ky turisti që vjen me shumë mundësi në një pjesë të rasteve është një drejtor i një korporati i cili duke eksploruar tregjet e reja, po duke eksploruar vendet e reja. Në varësi të eksperiencës që ti merr si turist në Shqipëri, në herën e dytë, në herën e tretë ti mendon që ti je investor si individ. Dhe në varësi të eksperiencës që ti ke teksa ke investuar si individi huaj, ti mund të treqesh nga mbrapa networkun tënd të biznesit për të parë Shqipërinë si një vend i mirë për të bërë biznes. Dhe këtu nuk po flasim vetëm për Bregdetin, por po flasim edhe për kryeqytetin, por po flasim edhe për qytetin kryesor, port, siç është Durrësi. I kemi parë lajme dhe dim për qasje që kanë nga kompani që nga Izraeli, pra që nga lindja e mesme, deri në Evropën perëndimore, që është pjesa e Gjermanisë, por tashmë edhe matan oqeanit në Amerikë, të cilët janë duke parë Shqipërinë si një vend për të investuar si kompani, jo vetëm si individ. Shqipëria ofron potencial në rritje për tregun e pasurive të paluajtshme. Me Bregdetin, qytetet pjesë të trashëgimisë kulturore botërore, me infrastrukturë në zhvillim. Vendi ynë po kthehet në një destinacion që nuk duhet anashkaluar.